të akuzohen nga ana e SPAK-ut kryesisht për shpërdorim detyre e mëtej më thellë se kaq. Madje një foto që e propozojnë për t'u sjell në vëmendje ato çka kemi parë në fakt ditë pas dite, por le të themi të gjithë bashkë si ka performuar SPAK-u deri tani dhe deri ku ka arritur. Ka shkuar deri tek pranë zyrës së kryeministrit, që do të thotë tek zëvendës kryeministrja Balluku, por gjithsesi një koment të parë unë do e doja nga zoti Naço. Si kjo situatë, zoti Naço, në këtë kohë të rezultateve të SPAK dhe si ka performuar ky i fundit? Unë besoj që ka qenë një nga iniciativat për ta reformuar sistemin e drejtësisë, që në vitin 2013, unë kam qenë ministri i drejtësisë, dhe mund të them që një material për rreth 200 faqe, një analizë të gjithë sistemit, për shkak se në atë kohë opozita nuk donte të bashkëpunonte me ministrinë, ja kemi dërguar kuvendit që në kuvend të merrte pjesë dhe opozita dhe të bësh një reformë e pranuar nga gjitha palët. Sepse dihesh që reforma do ishte shumë e thellë, për të bërë dhe, si që dini, me 120 deputet, u votua, u bë, dikush mori merita, dikush u shpërblye, dikush gradat. 120 deputet? Edhe 2 puthja. Edhe 2? 2 puthja. Puthja. 4 orë, po deshe. Po. Pra, bëjmë një analizë të sistemi që sistemi kishte probleme, sistemi ka probleme, që edhe pse u bë reforma, akoma ka probleme. Pa e që mund të them për SPAK-un, që ditë e parë, ka qenë një nga iniciatorët që të krijosh një strukturë e ngjashme. Zoti Beci e di që dhe kur si ministër drejtësisë bëra disa amendamenta për ta forcuar në atë kohë strukturën që ishte prokuroria e krimeve të rënda dhe gjykata e krimeve të rënda, siç ishte rasti i korrupsionit, që ishte fundi për t'ia hequr gjithë prokurorive të tjera për t'ia kanalizuar kësaj prokurorie, duke thënë se ishte gati 16 prokuror, kishte shumë pak çështje për rastet e korrupsionit dhe ta fokusoheshin tek këto çështje. Nëse ne SPAK-un e ngarkojmë dhe me çështjet e tjera dhe humbasim fokusin e tyre, sigurisht që do bjerë rendimenti i tyre. Ka patur mbështetje të gjithanshme nga politika brenda vendit, me fonde, me mbështetje morale, politike, nga partnerët ndërkombëtar, dhe sigurisht që për mua kanë bërë një punë goxha të mirë si institucion, duke luftuar pa ndëshkushmërinë. Që deri dje ishte tabu të thërrisje një politikant të lartë, të vinte apo s'të vinte. Sot e kam pranuar të gjithë që hetimin që bën kjo prokurori, çdo kujt që i vete një ftesë do paraqitet dhe nuk e shtyn më me raport, nuk mungon, nuk bën, nuk dënjon që ta demoralizoj këtë institucion. Po pengesa nga ana tjetër, a ka SPAK-u tani nga politika, se ne po shohim edhe zhvillimet e fundit, zoti Naço, dhe ndryshimet që janë bërë për të mos shkuar tek deputetet. Dhe rasti Balluku është rasti një fjalë. Unë besoj që rasti Balluku ndoshta është pak më kompleks. Te kërkesa që u bë, te që në gjendje që janë aktet, akuza që ka zonja Balluku, unë nuk besoj që detyrimisht do të heqësh imunitetin. Ne kemi ndryshuar kushtetutën në vitin 2012, neni 73, kemi ndryshuar dhe kodin e procedurës neni 288, që kishte bënte me autorizime për personat me imunitet, dhe askush sot s'ka imunitet për shkak të kontrollit personal, kontrollit banesës, arrest në shtëpi dhe arrest në burg. Për këto 4 gjëra, për deputetin duhet të vi prokuroria të kërkojë autorizim në kuvend. Që ta hetojë çështjen, të grumbulloj prova, ta dërgojë në gjyq, s'ka asnjë lloj problemi, nuk e pengon askush ligjërisht. Pra në këtë rast, në rastin Balluku, SPAK-u nuk është penguar që të bëjë atë që kërkon? Për mua nuk është penguar. E them nuk është penguar sepse SPAK-u vajti atje, por nuk e la politika, se SPAK-u vajti atje. Që ta mbaroj. Ne nuk është ta mbaroj. I tha ndalo. SPAK-u bën një kërkesë për pezullim. Dhe duke parë kërkesën për pezullim, le t'i referohemi kushtetutës në 103 paragrafi të 3, ku thotë anëtarët e Këshillit të Ministrëve kanë imunitetin e deputetit. Ky ne nuk ka ndryshuar. Në 73 që hiqte e zhvishte prokurorinë nga deputetin, anëtarin e Këshillit të Ministrëve nga imuniteti për ta ndjekur penalisht, ndryshoi dhe për sa kohë ç'është interpretimi ka për mua. Prokuroria nuk do të kërkonte pezullim, do të kërkonte çdo lloj mase tjetër në drejtën e vet. Për mua, ky është problemi i parë. Problemi i dytë është ne marrim gjën më të mirë që themi ne Komisionin e Venecit, ekspertët më të mirë që janë në Komisionin e Venecit. Ata i kanë bërë një interpretim të gjerë rastit të heqjes imunitetit. Nuk e kanë bërë Shqipërinë, e kanë bërë për vendet e rajonit, por midis rreshtave atë që mund të them
sepse nuk është rasti parë zonja Ballu, ka patur 10 raste tjera në kuvend që është hequr imuniteti, dhe thuhet në interpretimin që bën Komisioni i Venezës, kur ka akuzë për korrupsion, si rregull parlamenti duhet t'i heqë imunitetin, përveç se kur ka interferenca politike. Në rastin fjalë s'ka akuzë për korrupsion, dhe nuk besoj që detyrohet detyrimisht. Po, Aulon duhet ta mbaroj, nuk detyrohet detyrimisht kuvendi që mund të hiqte imunitetin. Tani imuniteti hiqet për të arrestuar me një vepër që parashikon nga gjop deri në 50 burgim. Që ne them, unë nuk besoj që ne kemi një ekspansion të arresti, që ti themi gjërat siç janë. Kemi ekspansion të prokurorisë për arrest, jo vetëm të SPAK-ut, po dhe të prokurorive të tjera. Pra dhe gjykata, kur jep një mas sigurimi arrest në burg, gati e quan dëshkim, gati prokuroria kur e arreston e quan lehtësim. E kam të lehtë thot. Zoti Beci është këtu, e kam të lehtë, e kam në burg. S'ka kum vetë këtu tani, gati që ta masakrojnë atje. Dhe po të marrim statistikat, nëse një çështje veten pa mas sigurimi, unë po them 67% marrin dhe pa fajsi. Po kur vetëm mas sigurimi arrest në burg, në një rast i rrallë që në një rufen qellpasës se nuk jep gjykata pa fajsi. Dhe ky është problem. Nuk është për një individ, po marrin çështjen e Ballu, po është problem i vetë sistemit, që ne duam që gjykata të jetë mbi prokurorin. Jo ora se del prokuroria dhe thotë e duam në burg. Po për çfarë do në burg? Në burg po them zonjën Balluku. Dërkohet çështën në gjyq, plotësoj akuzën, bëhet gjyqin një kohë sa më shpejt, mos e lënë në kalendat greke, pra mos ka shkojë çështja prej vitesh, bëhet timet në kohë, mbështetjen e ka patur të partnerëve, të politikës, të gjithë. Qofse ata duan kënaqen e quajnë të mbyllur problemi se e kanë në burg, kemi dhe persona të tjerë që kanë prej vitesh në mas para burgimit dhe nuk del çështja në gjyq. Ajo që mund të them është që në vitet 90 i vetmi person që është mbajtur mbi 3 vjet në para burgim ka qenë Sulo Gradeci, dhe i mori pa fajsi. I vetmi që është mbajtur 3 vjet në para burgim. Unë besoj që nuk kemi në atë lloj politike. Gradeci me Belinda Ballukun, janë njësoj. Po me që ma bëri pyetje ndër për drejtë se s'kisha ndërmend që të merrem. Unë kam qenë nga edhe kur kam qenë prokuror vetë me zotin Beci, po dhe si ministër drejtësisë, kam marrë disa nisma për t'i thënë prokurorisë që mos i arrestoni gjithë njerëzit. Arrestimi tjetë mjeti fundit, tjetë përjashtim nga rregulla. Ajo që mund të them është, nga viti 2012 dhe deri sot, deri para 6-7 muajsh, ne, shtetasi shqiptar, kam paguar rreth $800 milion për të mbajtur të dënuarit dhe të paraburgosur dhe policinë. Nga viti 2012. Imagjinoni një vend i vogël, një shifër kaq që duhet vënë gjithë duart në kokë për t'i thënë që pse duhet vetëm në burg, ka dhe masa të tjera. Aulon, do të kthejmë vetëm për një moment. Jo, vetëm tani u hap debati për zonjën Balluku, u hap ky debati që po marrin njerëz në paraburgim. Jo, vazhdoj. Jo, duhet ta shpresja thjeshtësisht. Vazhdoj se e marr pastaj. Çfarë duhet në burg? Jo. Në linjën e asaj që thotë Zoti Naço ka plotësisht të drejtë. Përsa i përket faktit të ekspansionit të masës sigurimit arrest në burg. Pyetja e vetme që lind është në raport me politikën, pse sot u kujtua mazhoranca? Ky është problemi më i madh që mund të ndodhi në pikpamjen politike. Ishte rasti Balluku që e bëri këtë? Nuk do, tashi vetëm duhet të analizojmë. Nëse se quajtë në rast kompleks. Dhe tham që SPAK-u ka hecur. SPAK-u vërtet ka hecur. Dhe kur vajti ke dera e kuvendit ngeci, kjo do thotë që pjesa e reformës përsa i përket prokurorisë posaçme ka ecur shumë mirë. Dhe deri në atë ditën që vajti ke dera e kuvendit, SPAK-u, qeveria e përdorte si formë legjitimimi të reformës. Opozita e përdorte si formë delegitimimi, si formë sulmuese, dhe kur erdhi situata aty u kujtuam që kemi patur në arrest në burg dhe njerëz që vitin energjinë elektrike, dhe njerëz që spaguanin gjobat e kudiun të ndryshme që kishin bërë me qarkullimi rrugor, dhe njerëz që mund të kishin kryer vepra shumë të lehta penale, po vetëm se ishin mbi 2 vjet burg, edhe deri në 5 vjet rinin në arrest në burg. Dhe është skandaloze. E them me plot gojën, është skandaloze që të mbushen burgjet me persona të cilët mund të kesh forma dhe mënyra të tjera të hetimit të tyre, patjetër që është e papranueshme. Por të kujtohesh për këta fakir fukarenj kur SPAK-u troket në derën e kuvendit, është paksa e çuditshme politikisht, për mos thënë një fjalë tjetër. Aulon, dua të të pyes pak, pse ti hiqe imuniteti, thot zoti Naço, kur nuk ka akuzë tjetër, kur nuk ka akuzë për korrupsion, por është akuza që mban. Shiko, domethënë, unë besoj që për shqiptarët duhet me pas respekt se kemi 6 muaj që flasim për emër. Flasim për Belinda Ballukun edhe ky është mjerim. Unë mendoj që nuk mbrohet e pambrojtshmja.
Partia Socialiste është kthyer në zyrë avokatie të kësaj zonje, e cila avokatët vetë kanë pranuar që nuk po goditet politikisht, pra nuk ka një rrezik që po goditet politikisht, askush nuk thotë që zonja është e fajshme, thjesht po themi që të përballet me drejtësinë. Fakti që janë turp gjithë me mbrojtje, domethënë, unë mendoj që këtu ka i problem shumë të madh shoqëria vetvete, po kjo pjesa këtej, majta, sepse ata e kanë problemin se ka dhe i gjë tjetër, që kjo zonjë sigurisht që është barriera e fundit midis Spakut dhe zotit Rama. Kjo duket krejt qartë tani më. Kur themi janë turrur të gjithë për ta mbrojtur, për çfarë ke fjalën? Sepse edhe nga brenda llojit pati kundërshtim. E dyshoj me të thonë drejtën, sepse aty i thot Rama se sa herë duhet marrin frymë dhe kur duhet marrin frymë, nuk ka ndonjë kundërshtim të madhe. Domethënë, unë mendoj që kjo parti po kthehet te gërmat njësore, te PK-ja, vetëm se po quhet partia e korrupsionit tani, për hir të vërtetës. E majta është pasuri kombëtare dhe domethënë e majta është shumë e rëndësishme për një vend, edhe për Shqipërinë këtë rast. Po të bëhet barrierë për me mbrojtë korrupsionin, për mendimin tim është e papranueshme. Tani çfarë shqetëson mua nga Spaku, nga gjithë kjo histori? Dje